Juve bashkëluptar të kësaj one ju përgëzoj për kullët, sigurisht se kulla është simbol edhe i qendrës, edhe natyrisht është edhe banesë, por edhe ka shërbyer si fortifikat, ku ne jemi në momentet e caktuara jemi pozicionuar dhe kemi mbrojtur nderin e familjes edhe të adheut. Prandaj është gjë e mirë që ndërtohen kulla, sepse këto janë edhe muze, nuk janë vetëm kulla thjesht, po janë muze të luftarëve të lirisë, janë muze tonë historik. Më gëzon edhe një fakt tjetër që sot këtu po shoh shumë fëmijë. Zakonisht në tubime tilla na mungojnë fëmijë. Edhe porosia ime është, më falni që po për këtë mungesë modestie, po është porosie vazhdueshme jetojmë brezave të rinj historinë tonë. Dhe këta djemë që sot po i nderojmë e po i kujtojmë, kanë bërë histori. Të gjitha këto përmendore, këto gur varësh, dhe varreza dëshmore komplekse, janë dëshmi e një epoke të vështirë dhe të lavdishme sigurisht ose po, por është edhe dëshmi e rrugës nga ka kaluar ky komb. Dhe për t'ju treguar brezave se nga kemi ecur dhe sa shtrenjtë kemi paguar lirin, është mirë që fëmijët të jenë të pranishëm kur ne i nderojmë ata që të flijuan për të mirën tonë të përgjithshme. Sot kam kënaqësinë që t'i ftoj disa fëmijë që të recitojnë poezi për dëshmorët. Gjulie Durako e mban emrin e nënës së Tonit e Tmicit, nga Krusha e Madhe. Do të recitoj poezinë e Heroi i Lirisë. Pastaj Sumeja Thaçi vjen me poezinë për trimin Shefki Thaçi dhe Suela Thaçi po ashtu poezi për Shefki Thaçi. Ju ftoj që të vini me radhë. Ku janë? Heroi i Lirisë. Tura të një nëne në murshohin fotografi, e muret e përflakura që pan atë që shihet, e nxjerrin fjalë të pakta. Por jo, nuk flet fotografia, prej malit bie në syhia, e prej syve mbërrin në zemër. Dhimbja e nënës quhet enver, me krenari e thërret këtë emër. Ajo endet, e afrohet e kutia, aty ku me vjetë qëndroj të heshtra, robat e tia, që në heshtje flasin sa vetë historia. Në lukja fisnike, nderohet nga lavdia, i biri i u përjetësua, sa të roj shqiptaria. Shefki Thaçi trimi që jeton në zemër, në ballë të luftës si Shqipa u ngrit. Shefki Thaçi trimi pa shkruar në mit, me zemër të madhe me shpirtin zjarr, për lirinë e tokës u bë heroi rall. Por pas tij mbeti një shtëpi pa fjalë, një grua fort me dhembje e mall. Ti si ai krenar, një vaj babin kërkon prap. Në zhurrez e dielli që zbart këtë dhe, në gjatë të djemve që ndjekin rrugën e re. Në lotin e grua që su ligashtua, Shefki Thaçi jeton ai s'është harruar. Sot emri i tij në flamur shkëlqen, në këngët e lirisë me krenari këndohet. Sa i dha jetën, por mbeti për jetë, në zemrat e tyre në Kosovën e shenjtë. Lavdi të gjithë dëshmorëve. Shefki Thaçi. Kur o Shefkiu, toka o drop. Loti vajzës mbi dhenura fort. Dy djemtë tuan dhimbjen, e gruaja me mall pritin e pritje. E vogël mbeti pa dorën e tij, pa fjalën e ëmbël që e thriste çdo ditë. Por e rriti Kosova me këngë dritë, se Shefki Thaçi për liri u shtri. Emri i tij si ju ndriçon, në zemrën e popullit për jetë jeton. Do flamur që valon krenar, Shefki Thaçi rron për herë në dheun shqiptar. Lavdi të gjithë dëshmorëve. 8 nëntore, ja? 28 marsi. Kur vjen 28 marsi, shkojmë tek lapidare për të dhuruar kurora lule, për t'i takuar tek varri. Afër lapidarit, sa herë që afrohem, më dridhet zemra, i tërë që të sohem. Kur shoh dëshmorët, të skalitur në granit, ju them, lavdi o burra, me zemër që lik. Po të mos ishit ju, s'do të ishim mas ne. Sot, historia shkruan, mbetet epope lavdishme. Ka përgatit në poezi e në zonë. Kështu që të mësë mbetën bërë që të ndërruat pranishëm, mund të ketë në një që të dëshirën të evokoj kujtime për ato ditë vështira. Në këto pozicione ishte tepër e dhe juve bashkëpunëtorë të vendosin lule pranë këtij lapidari. Dhe të nderojmë dëshmorët, heroët tanë. Hadi ders.
Hadi hoş. Hes Rishad, hes bashkë, hadi. Hes müsaaden. Hes afroje. Pa tjetër. Po. Bravo, Ilim. Kush e ajo bukur që se të di? Ilim. Po, atëherë në emër të shokëve bashkëtorë, ju ftoj që ti nderojmë dëshmorët me 1 minutë në hisht. Lavdi. Të nderuar pranisëm kjo po ne nuk do t'i nderojmë vetëm sot, po do t'i nderojmë sot e për çdo ditë, sepse më shtojmë se jeta nuk ka, prandaj t'ja për jetën për liri e për atë është një simbolik e veçantë dhe një gjë që ne duhet ta kemi gjithmonë parasysh në çdo veprim tonë që bëjmë. Pa luftë, sakrificës tyre, ne sot jemi këtu ku jemi dhe do të vazhdojmë tutje për ta zhvilluar vendin tonë. Lavdi e nderim dëshmorëve.